Në Pogradec u zhvillua një takim informues në kuadër të projektit Fuqizimi i grave në zonat rurale përmes aftësive për punësim dhe përfshirjes aktive. Aktiviteti mblodhi gra dhe vajza nga zonat rurale të Bashkisë Pogradec me qëllim informimin e tyre mbi mundësitë e punësimit, programet aktive të tregut të punës, zhvillimin e aftësive profesionale dhe mbështetjen që ofrohet për rritjen e përfshirjes ekonomike dhe sociale të grave. Gjatë takimit u prezantuan programet dhe shërbimet që Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ofron për punëkërkuesit dhe punëdhënësit. Pjesëmarrësit u njohën me programet e nxitjes së punësimit, mundësitë për formimin profesional, ndërmjetësimin për punësim, si dhe masat mbështetëse të dedikuara për gratë dhe vajzat që synojnë të integrohen ose riintegrohen në tregun e punës. Në fokus të diskutimeve ishin dhe procedurat e aplikimit, kriteret e përfitimit dhe mundësitë konkrete që ofrohen për zhvillimin profesional dhe ekonomik të grave në komunitetet rurale. Takimi krijoi një hapësirë të hapur ku pjesëmarrësit ndanë përvojat, sfidat dhe nevojat e tyre në lidhje me punësimin dhe fuqizimin ekonomik. Përmes këtij aktiviteti u synua rritja e ndërgjegjësimit mbi rëndësinë e përfshirjes së grave në tregun e punës dhe promovimi i mundësive që kontribojnë në pavarësitë e tyre ekonomike, zhvillimin profesional dhe pjesëmarrjen aktive në jetën sociale dhe ekonomike të komunitetit. Aktiviteti u organizua në kuadër të projektit Leap for Her, Lifelong Empowerment for Rural Women Through Skills and Inclusion, financuar nga UN Women dhe zbatuar nga Instituti për Ndryshim dhe Leadership në Shqipëri, në bashkëpunim me organizatën partnere Unë Gruaja në Pogradec.